Rikonstruksioni dhe pajisja me aparatura të reja të Poliklinikës nr. 1 të specialiteteve në Tiranë pritet të reduktojë fluksin e pacientëve në QSOT dhe në anën tjetër të ulë kohën e pritjes për kryerjen e ekos së zemrës apo ekzaminimeve të tjera shëndetësore. Në këtë qendër shëndetësore ofrohen 18 shërbime të specializuara dhe pacientët shprehen se nuk presin gjatë për kryerjen e ekzaminimeve të planifikuara. Kontrollojmë edhe më mirë, marrim punë më të lehtë, por se dhe ishte pak e vështirë me thonë drejtën. Sot kanë ndryshuar çdo gjë. Jam shumë mirë se jush për këtë dhuratë që na bëhet për këtë spital, që ka të gjitha parametrat bashkëkohore. Investimi jep mundësi mjekëve të kryejnë ekzaminime sipas specializimit të tyre. Tirana ka patur vetëm një mjek të zemrës deri para pak muajsh. Dhe ndiheshin vërtet keq kur pacientëve ju referonin një ekzaminim bazë, për cilin do të mbanin radhë me muaj të tërë. Ndërsa prej pak muajsh këtej ne kemi mundësi që ekzaminimet bazë të nevojshme për diagnostikim dhe trajtim korrekt të pacientëve të zemrës i kemi këtu. I kemi në ambulator, na është dukur luks. Kemi thënë, do kemi ne ndonjëherë mundësi që të punojmë me ato ekzaminime për të cilat jemi specializuar? Për qeverinë në sektorin e shëndetësisë nuk mbaron asnjëherë nevoja për investime. Asnjëherë dhe në asnjë vend nevoja për më shumë cilësi në shërbimin shëndetësor. Ne përballemi me një inerci të jashtëzakonshme, rrënimi e shkatrimit dhe të perceptimit të njerëzve, besimit të njerëzve. Por jemi krenar sepse ke shëndetësia kemi bërë investime si asnjëherë më parë. Hapëm 11 kabinete në spitalet rajonale që nuk ishin, po në Tiranë i hapëm edhe në poliklinika, poliklinikat e specialiteteve në mënyrë që njerëzit të bëjmë ofrim shërbim sa më të shpejtë, sa më të afërt. Në këtë poliklinik do të përfitojnë shërbim shëndetësor 300.000 banorë të Tiranës, referuar nga 10 qendra shëndetësore, me një numër total pacientësh 256.000 vizita në një vit.